e paqartë. Kjo lojë ka 5 pikë. Sfida e dytë e radhës është e paqartë, është quizi jonë me fotografi të paqarta, ashtu siç e pata në prezantim, kush do të luaj nga lojtarët? Alketa dhe Xhezidja. Një quiz i vogël, një quiz simpatik, quiz edhe për të gjithë ju shikues të dashur, edhe ju mund të luani në shtëpi. Në qoftë se jeni gati, mund të startoj loja, të gjithë jeni në lojë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë 3 raunde për Xhezidën dhe Alketën që të i fitojnë pikët e radhës që janë gjithsej 5 nga kjo sfidë. Shohim se kush po paraqitet në këtë fotografi të parë. Sopëzat e një fotografie të plot, kur do t'jetë më shpejt në reagim. Studentët e 2 universiteteve, AUK dhe Pjetër Budi. Është Alketa që është e para. Alketa ishte e para që shtypi, dërsa përgjigja është? Kim Mehmeti. Kim Mehmeti, përgjigja është e saktë. Raundi i parë, fitore për AUK-un. E të shohim tash nëse Xhezidja do të rikthehet në kundërsulm, të e fitoj këtë raund për ekipin e vet. Kush po paraqitet në këtë fotografi dhe kush i ka reflekset më të shpejta. A është edhe më të e qartë apo jo? E kanë edhe ndihmën e bashkëlojtarëve dhe Enes, kush ishte më i shpejt? E ka shtyp Xhezidja faktikisht e kishte dorën përmbi, ndërsa Alketa e ka shtyp dorën e Xhezidës. Kështu që përgjigjen do ta jap Alketa. Boba i Memlit kë Ta presim edhe përgjigjen e Alketës nga Milazim Krasniqi. Milazim Krasniqi, profesori, përgjigja është e saktë. 2 raundet i fitoi Alketa, tani edhe raundi i fundit, raundi i tretë, përqendrim ekipi Loja Pjetër po Budit, fillon përqendrim edhe ju të shtëpia, luani me 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ta shohim tani nëse ekipi Pjetër Budit do ta fitoj këtë raund. Nderit themi që është i treti. Kush është në këtë fotografi, a thua? Vall. Kush është më i shpejt, Xhezidja apo Alketa? Është Alketa ajo që e ka prekur sërish. Edhe pse andi drejti shumë shpejt, Alketa kishte frikë për ta shtypur gongun. Recep Qosja. Recep Qosja, profesor doktor Recep Qosja, përgjigje saktë. 3 raundet e fituara nga AUK-u. Fitoria i takon ekipit të AUK-ut, le ta shohim edhe rezultatin. Atë rezultati është 15-0 për AUK-un.